U rikthyem sërish në studio, gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit me të ftuarit tanë. Zgjedhja e shkollës së mesme mund të themi që është një nga vendimet e para të rëndësishëm në rrugtimin arsimor të çdo njeriu. Në këto ditë kanë filluar regjistrimet për vitin e ri shkollor në mënyrë elektronike, pastaj ata duhet të dorëzojnë dokumentet në shkollat ku ata kanë aplikuar në mënyrë elektronike. Dhe për të mësuar më shumë rreth procesit të regjistrimeve, drejtimeve që ofrohen dhe planeve për vitin e ri shkollor, sot kemi të ftuar drejtorin e shkollës së mesme Saraj Bedri Gjureci. Mirë se erdhët, i nderuar në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë se u gjetëm në këtë emision dhe besoj që do t'japim informacionet e duhura për regjistrimin në për shkollat të mesme. Tani më e dim që ka filluar regjistrimi në mënyrë elektronike, të themi online, ku aplikojnë nxënësit në shkolla që ata duan të regjistrohen. Mund të na thoni se si po rrjedh procesi i këtij deri sot? Është me sa dim afati i fundit në mënyrë elektronike që nxënësit mund të aplikojnë. Dhe me thonë, si pas konkursit që ka shpallur Ministria e Arsimit, janë të parapar di afate, konkretisht në muajin qershor. Afati i parë veç është në Redhoj dhe sot është dita e fundit e afatit të parë. Afati i parë ka filluar nga 12 qershori dhe do të mbaron me 15 qershor sot deri ora 23:59 minuta, të cilët nxënësit e shkollave fillore do të përzgjedhin shkollat, drejtimet dhe profilet në mënyrë elektronike. Ata nxënës të cilët i plotësojnë kushtet, varësisht e cila shkollë do të konkurrojnë apo të shkolla jonë, aton që nga nesër dhe pas nesër do t'i dorëzojnë dokumentacionet papirologjike, dhe më thonë letra, do t'i sjellin dëftesat dhe mandej vetë se ai është i regjistruar. Nxënësit të cilët nuk do t'i plotësojnë kushtet për regjistrim, dhe më thonë, ka edhe një afat tjetër dhe ai është 23 qershori. Këta janë dy afatët e qershorit dhe afati i fundit është edhe në gusht mirë, po është me specifikat e veta për shkollat, varësisht se cila shkollë do të hap afatin ose do të ketë nevojë apo do të ketë vende të lira. Ajo është tjetër diçka, ndërsa afatët janë prej 12 qershor deri më sot dhe paraqitja e para afatit të qershorit dhe paraqitja e ditë është 23 qershori. Mund të na thoni cilët janë kushtet që duhet t'i plotësojnë nxënësit, për të shem nxënës të shkollës së mesme Saraj? Me qenë se ne kemi 4 drejtime, drejtimin gjimnazor, drejtimin ekonomik, drejtimin shëndetësor dhe ata të shërbimeve profesionale, dhe varësisht në cilin drejtim do të aplikojnë, duhet edhe pikët të jenë të ndryshme, konkretisht notat të jenë të ndryshme. Në qoftë se shkojmë te drejtimi gjimnazor dhe ai ekonomik, nxënësi duhet të ketë 60 pikë ose me nota do të jetë i shkëlqyeshëm shumë mirë. Në qoftë se shkojmë te drejtimi shëndetësor, aty do të jenë 70 pikë dhe nxënësi duhet të jetë i shkëlqyeshëm, dhe në qoftë se shkojmë te drejtimi i shërbimeve personale, aty do të jetë me pikë më pak dhe aty duhet të jenë 30 pikë. Konkretisht me mirë. Cila drejtime ofron shkolla e mesme Saraj dhe kemi e dim që keni edhe drejtime profesionale? Në këtë konkurs, do me thonë, janë të parapar 7 paralele, drejtimi gjimnazor me 3 nën profile, dhe profili matematiko-natyror, humanitaro-shoqëror dhe gjysor-artistik, drejtimi ekonomik me 2 profile, tekniki ekonomisë dhe biznes administrator, drejtimi shëndetësor me 1 profil inferimeri ose motor medicinale dhe drejtimi shërbimeve personale, konkretisht floktar ose frizer. Mund të na thoni se ku është interesimi më shumë i nxënësve për këto drejtime? Ku janë të fokusuar, të themi më shumë? Duke pas parasysh se deri ora 12 sot do të konkurrojnë dhe ne mund t'i shohim i pas orës 12 se ku kanë konkuruar më tepër, mirë po të gjitha drejtimet në afatin e parë do të plotësohen, se e shoh drejtimi shëndetësor dhe ai gjimnazor më tepër ka nxënës, mirë po nuk do të thotë që ekonomiki edhe shërbimeve profesionale, sidomos floktari edhe aty ka konkurenca do të jetë e ashpër. Mund të na thoni se çfarë dallon shkollën e mesme Saraj nga shkollat e tjera të mesme? Tash si pas konkursit, dhe me thënë, janë të njëjta. Këto drejtime janë edhe në qytetin e Shkupit në disa shkolla tjera. Mirë, po specifikat e shkollës është shkollë më e re, kushtet janë më të favorshme, më të përshtatshme, ka inovacione, investimet janë më të mira dhe teknologjia është më tepër.
Po ashtu për banorët e komunës Saraj Gjorgje Petrovit të cilët gravitojnë atë komunë, kanë më afër shkurtimin e kohës për me shku në për shkolla tjera. Këto janë ato specifikat të cilët shkollën e Saraj e bëjnë që të funksionojnë në shkollë një ndër më të mirat në qytetin e Shkupit. Mund të na thuani në çfarë niveli janë kushtet infrastrukturore dhe çfarë investimesh janë bërë së fundmi për të përmirësuar procesin mësimor në këtë shkollë? Duke pas parasysh trendet për investime që bëhen në për institucionet tjera shkollore, po ashtu edhe të shkolla jonë nuk mund të themi që jemi të vetëm, ka edhe shkolla tjera. Mirë po e përcjellim atë trend të investimeve teknologjike, didaktike, pedagogjike, kështu me radhë. Në shkollën tonë, dhe me thënë, shkolla ka objektin të cilët janë 13 mësimtore me kabinete, po ashtu ka salën sportive, terene sportive, 2-3 terene sportive, kabinetin e informatikës, bibliotekën ka funksionon, kabinetin e defektologjisë nësë qofse ka në zënës. Për posa saj është e pajisur me projektor, kompjutor, televizora në përklasa, tash është inovacion më i ri me touch televizora të cilët nxënësit shumë më lehtë dhe të kenë aplikacionin brenda në shkollë edhe online me Wi-Fi që të mësojnë njësit mësimora apo të ulëmtojnë të gjenë diçka së shpejti bashkë me profesorët. Mund të na thoni sa rëndësi kushtohet pajisjes së kabineteve? Po, me qenë se teknologjia përparon shumë dhe nxënësit janë të gjeneratës Z dhe aton më tepër se ne po mësojnë, po ashtu edhe ne përshtatemi që t'i përmbahemi kohës dhe të kryojmë pajisje, të blejmë pajisje të cilët janë të kohës, që të kemi nxënës sa më të mirë dhe ato nxënës të kenë kushte dhe të jenë me moshatarët e tire në për shkolla tjera, në për shtetet tjera të njëjtë, të veprojnë në kohë. Dhe mundomi që maksimum ne të japim mundin ton, kontributin ton, që të blejmë pajisje teknologjike. Po nuk do të thotë vetëm pajisja teknologjike, këtu të kemi parasysh se duhet bëhet edhe trajnimi i kolegëve, profesorëve për ato pajisje, për ato programe, dhe ato ne mundomi ta bëjmë në tash konkretisht në muajin qershor dhe gusht, për arsye se kuriku do t'jetë pushim, ne bëjmë trajnimin e kolegëve, profesorëve për specifikat të ndryshme, për lëmit të ndryshme, për një problematik të ndryshme, që kur të vjen do me thënë rastet asaj problematike, ne t'i zgjedhmi dhe jemi të gatshëm. Mund të na thoni se përveç pjesës akademike, çfarë mundësi ofron shkolla nxënësve për zhvillimin të themi e talenteve të tyre në art, kulturë dhe sport? Duke pas parasysh, ne në shkollë kemi një tradit, e vetëmja shkollë në qytetin e Shkupit, tash për tjerat shkolla nuk po di në nivel shtetëror. Ne kemi edhe bursat vetanake, të cilët i nxitim nxënësit e shkëlqyeshëm, 25 bursat vetanake që jep shkolla, përveç dhe me thënë Ministri i Arsimit që jep edhe shkolla, nga donatorë të ndryshëm, apo ata që ndihmojnë procesin arsimor në komunën e Sarajt. Përposa asaj, kemi edhe programat Erasmus, të cilët nxënësit e mirë, të cilët shkëlqishëm, të cilët tregojnë rezultate të mira dhe kontribojnë për shkollën, për popullsinë e komunës së Sarajt, ato ne konkretisht i dërgojmë apo i çojmë deri tek shkollat e ndryshme në shtete të ndryshme, të cilët shkëmbëjnë mendime, ide, përvoja të ndryshme dhe njëkohësisht edhe nxënës të atyre shkollave jashtë shtetit vijnë këtu dhe bëjmë shkëmbimin e ideve, mendimeve të ndryshme për arsim. Përposa asaj, ne mundomi maksimum për kulturën, ditët e manifestimeve të ndryshme, të cilët bashkarish me stafin shkollor, me profesorët, me nxënësit, të japim një, për shembull, emocione të ndryshme për ditën e flamurit, ditën e alfabetit, duke punuar bashkë me korin e shkollës, festat e ndryshme artistike, kulturore, kështu mbas me profesorët e artit, muzikës, dhe me thënë, çka janë përgjegjës për këto manifestime, maksimumin e japim. Mund të na thoni se sa është numri apo të themi kapaciteti i shkollës për të pranuar nxënës këtë vit? Kapaciteti, dhe me thënë, për këtë vit janë 7 paralele, 238 nxënës, është maksimumi. Mirë po, ne kena një minimum, optimum dhe maksimum, mund është nga 150 deri 238. Në varësisht tash notat, apo se si do të vinë nga shkollat fillore, ne do t'i pranojmë.
do me thënë këto janë kusht ligji këtë e përcakton dhe ne do t'i përmbami asaj. Mirë po asë një s'kina pasur problem me numrin e nxënësve, kena maksimum nga 238, po pranojmë kohës fundit. Mund të na thoni sa jeni përgatitur të themi për këtë vit shkollor që do të fillon nga shtatori për t'i pranuar të themi gjimnazistët e rinj? Me qenë se shkolla e Serajt është 10 për 11 vjetë, ne tash pranojmë 11 në general dhe duke pas parasysh se si rredhin punët, kena një tradit dhe jemi të përgatitur me etapa të ndryshme në kohë, ne do t'i presim ata dhe do të krijojmë kushte më të mira dhe përmesime më të mira. Ati ku do të përmesomi, do të përmesomi dhe asnjëherë nuk ja lëm kohës që çka do të sjellë. Para prakisht ne jemi të përgatitur dhe do të mundohemi atë përgatitje ta vëmë në praktikë. Mund të na thoni se sa e rëndësishme është mbështetja e prindërve të themi në procesin e zgjedhjes, drejtimit dhe përshtatjes së nxënësve në shkollat e mesme? Kohës fundit, do me thonë, duke vëzhguar proceset se si rrjedhin, është rritur interesimi i prindërve për fëmijët e tyre, konkretisht nxënësit tonë, se çfarë drejtimi, si do të regjistrohen, si do të trajtojmë ata, ka një rritje. Mirë po, ku vi në fundin ne bëjmë promovimet e drejtimeve në për shkolla fillore dhe janë të njoftuar, do me thonë, me fletushka, me flajera, të cilët ato mund t'i lexojnë edhe mund të orientohen. Ka edhe të atil prind që vjen deri te shkolla, pyesin se çfarë kushte, çfarë drejtime, informohen, me qenë se shkolla publike dhe kanë të drejtë dhe shumë mirë e bëjnë ata, thash Zoti edhe më tepër të ketë, që edhe ato të informohen në kohë, edhe ne të përgatitim në kohë, të jenë një korektor i mirë që ne të punojmë më mirë. Mund të na thoni se në kohë kur të rinjtë mund të themi lirshëm që po përballen me sfida të shumta, si punon shkolla për të krijuar një mjedis të sigurt, motivues dhe gjithëpërfshirës? Duke pas parasysh, do me thënë, të rinjët që kërkojnë një hapësirë, një ambient shkollor, themi, një mësim, ser të rinjët kërkojnë, do me thënë, sa më shpejt të krijnë një arsimim dhe të punësohen dhe faktikisht të shohen punën apo të hollat e tyre, që ndoshta është mirë, po ndoshta edhe gabim, varësisht se si e mendojnë të tjerët. Ne po përgatitemi programe të cilët përveç arsimit që kemi obligativ, kemi edhe arsim si lloj kursesh, të cilët ndikohen të rinjët që sado kudo të mësojnë, dhe puna tjetër të mos largohen nga vendlindja, konkretisht të marrin rrugën e gurbetit. Ne si shkollë kemi programe, po i zbatojnë, po pak janë të zbeta për arsye se këtu ndikojnë shumë faktorë, jo vetëm shkolla, ndikon edhe faktori njeri, konkretisht faktori populata ku jetojmë dhe ku veprojmë ne si shkollë, ndikojnë faktori ekonomik, faktori juridik, faktori shtetë edhe kështu me radhë. A ka risi që do të implementohen gjatë vitit të ardhshëm shkollor dhe që do të ndikojnë pozitivisht në cilësinë e të arsimit? Risit janë, dhe me thënë, të drejtimit gjimnazor, të cilët kanë përpiluar, Biroja për Arsim ka përpiluar një program, konkretisht një plan mësimor të ri, të cilët lëndët do të zgjedhen, tash do të kete më tepër lëndë zgjedhore, dhe do t'i ofrohet nxënësit se cilët lëndë do t'i përzgjedh më tutje dhe çfarë drejtimi do të studion në drejtimin gjimnazor. Te drejtimet profesionale, vetë se tash ka fillu mësimi dual, të cilët disa shkolla e praktikojnë, po ashtu tash nga ky vit, do me thënë, matura vetë se ka ndryshuar dhe ka ardhur deri te matura shtetërore, maturë shtetërore profesionale dhe maturë shkollore si kanë qenë. Këtu në shtuar vetë matura shtetërore profesionale, në qoftë se merrna një shembull, kena drejtim mjekësor ose ekonomik, dhe ato mund të kanë mundësi të zgjedhin maturën shtetërore ose maturë shtetërore profesionale. Matura shtetërore është e përgjithshme të themi, kjo ndërsa matura shtetërore profesionale për drejtimin që të profilizohet dhe të udhëzohet në atë drejtim që do të shkon më tutje. Sa kanë qenë të përgatitur të themi edhe nxënësit e kësaj shkolle gjatë provimeve shtetërore që janë mbajtur në shkollën e juaj? Duke pas parasysh programën që ka dhënë Ministria e Arsimit, se
kalendarin se si të punojmë këtë vit, dhe me thënë me 6 qershor ka qenë në gjuhën angleze, matura shtetërore, po ashtu edhe me 11 qershor ka qenë në gjuhën amtare, matematik, frëngjisht apo ndonjë lëndë që kanë zgjedhur. Këto i kanë kaluar të gjithë shkollat, po ashtu edhe shkolla jo. Sot me 15 është e paraparë matura shkollore, për nxënësit të cilët nuk vazhdojnë në fakultete, po vetëm marrin maturën shkollore. Dhe ditët në vijim i ngel shkollës që të përsaktohet për 2 data të provimeve interne, dhe deri me 20-25 qershor të gjithë matura do të mbaron, do me thënë, nga 5 provime, gjuhën angleze, gjuhën amtare, gjuhën shqipe këtë rast, detyrën projektuese dhe dilën interne, gjithsej të pensë. Besoj ne si shkollë kemi qenë të përgatitur, kemi kaluar këtë fazë dhe tash janë testet në kontrollim dhe përgatiten për informacione, të marrim lajmet, të kena nota të shkëlqyeshme më tepër dhe nota shumë të mira. Besoj se nxënësit tonë kanë bërë ata dhe presim rezultate të mira. Të mira. Si e shihni rolin e arsimit të mesëm në përgatitjen e të rinjeve për universitetin dhe jetën profesionale? Duke pas parasysh se ne jemi vetë fjala arsimi mesëm në mes shkollave fillore dhe fakultetet, ne du t'i rregullojmë nxënësit. Në qoftë se vijnë nga shkollat fillore, të themi në thojza kushtimisht se cila shkollë për përgatit, nxënësit e vetë mundohet maksimum, mirë po ka një defekt të vogël në shkollimin e mesëm ne i përgatitim. Përpas asaj është edhe faza e pubertetit, të cilët ne du t'i jepni një kontribut të madh për formimin si të krijon personalitetin e tij dhe të përgatitet në fakultet. Me shërbimet pedagogjike e psikologjike mundohemi maksimum që këtë ta bëjmë, të krijojmë personalitetin, mandej të dhurojmë atë më të mirën që të mësojmë edhe t'i udhëzojmë në rrugën e dur, konkretisht në vitin e 4, ato në bëjmë nga një test të cilët pyesim në çfarë drejtime të profesionalizohen. Këtë çdo herë kena bërë, kena pas sukses dhe çdo vit ne po përmirësohemi dhe marrim programe të ndryshme, bëjmë një krahasim me shkolla tjera, se si bëjnë shkolla tjera, edhe ne, që në fakultet të jenë të përgatitur. Themi ku të shkojnë në fakultet, mos e të përgatiten të dinë së paku çka është amfiteatri, çka është indeksi, të kenë pak njohuri para përgatitja, apo çfarë drejtimesh e kështu me radhë, te cili fakultet shtetëror privat, ato janë ngelin në vitin e 4, pa para atyre ne t'i formojmë, të krijojmë profilin e tij njerëzor. Ku themi se krijojmë profilin e tij njerëzor, atëherë shumë më lehtë kanë tjera do të barten. Ju e potencuat që të krijojnë përveç një profil njerëzor, të bëhen një formimin e tyre si individë. Sa e rëndësishme është që nxënësit të zgjedhin një shkollë që jo vetëm që ofron dije të themi konkretisht, por edhe që ndihmon në formimin e një personalitetit apo një individi. Ata të cilët janë pedagog, mësimdhës, mësues, profesor, pa marrë parasysh të cilët punojnë në arsim, çdo herë thonë procesi edukativ arsimor, por nuk thonë arsimor edukativ. Në pikpyetje vjen faktikisht në rend të parë vjen edukata, dhe edukata në jena si shtëpi e ditë pas shtëpisë së parë të cilët jetojnë që japim edukat. Në këtë edukat ne themi se duhet ta krijojmë nxënësin, ta ndërtojmë, ta plotësojmë aty të duhet të japin maksimumin që ai nxënës të jetë konkretisht ai njeri ku do të bëhet, ku do të rritet edhe në fakultet, të jetë i plotësuar. Edhe në fund fjala themi maturi, është i pjekur për një të ardhme të cilët e pret qoftë për të mirë, mos themi për keq. Mund të na thoni se si është bashkëpunimi mes nxënësve, mësimdhënësve, por edhe prindërve. A funksionon të themi ky trekëndësh? Çdo herë pedagogët më herët kanë thënë atë trekëndshim pedagogjik, mirë po koha e sodit gjenerata Z, e cila është shumë ma para nesh, dhe ne si mësimdhënës profesor duhet i përshtatemi. Normalisht ajo funksionon të gjitha shkollat, por edhe të ne. Mirë po tash edhe prindërit duan disa oferta, ku themi oferta jo shitblerje, po duhet të qasësh problemi, ti tregosh më tepër, kërkon më tepër, që ta bindish për një punë të mira, për një problematik. Ne kina zirën e psikologut, ati të cilët shumë prind di apo 3 muaj thirrën për bashkëpunim,
për të mirën e fëmijëve të tyre, për të mirën e nxënësve tonë, të cilët në fund shohmi rezultatet edhe të prindë se sa marrin pjesë për ta zgjedhur një problem ose për të dhënë diçka inovacion të re në shkollën tonë, për një të mirë, për një organizim, e kemi atë si program dhe atë ju theq psikologja e shkollës. Përpos asaj janë të informuar edhe nga aspekti notave, tash edhe mënyra elektronike është e bërë, për do një prind nuk mund edhe që të ketë qasje për x arsye, mirë po në mënyrë telefonika, po i thirrmi që të komentojmë suksesin e tyre dhe sjelljen e nxënësve të cilët apo fëmijëve të tyre të cilët mësojnë te shkolla jonë. Ajo funksionon permanent çdo herë, mirë po ndonjëherë mund të kena edhe ngecje në problematika të ndryshme, të cilët do një kohë më të gjatë që të zgjidhet. Mund të na thoni, e dim që shpesh herë është i përhapur të themi edhe bullizmi, edhe një fenomen goxha i përhapur në shkollat e mesme, si e menaxhoni situatat e tilla? Konkretisht kohës së fundit i japin orientim bullizmit edhe konfliktet ndër moshatare kështu me radhë, të cilët më parë ne si nxënës jo se si kina dëgjuar, po ka qenë më e zbete dhe nuk janë përmendur shumë këto fenomene. Më duke ndoshta edhe gaboj, më tepër sa po flitet, më tepër po bëhet kjo. Shkojmë me një indikacion dhe me thonë negativ. Më mirë është të punohet tek i drejtim se sa të flitet. Secila shkollë ka të ekipin integrues për zgjedhjen e konflikteve, bullizmit, të cilët rastet duhet të paraqiten dhe duhet trajtohen sipas ligjit. Para se të trajtohen sipas ligjit është edhe aspekti njerëzor, duhet të thirren, duhet të tregon, duke pas parasysh që mos dëmtohen palët. Tash deshtëm apo nuk deshtëm, në programat e shkollës ne kena futur, pjesën të cilët se kush si cilët persona në shkollë duhet jenë adekuat që merret me bullizmin, me konfliktet, palët e konflikteve, kështu me radhë, i kena në program të gjithat, mirë po unë kisha thënë që kjo të bëhet më tepër në praktik dhe të bëhet punë e mirë. Ku bëhet punë e mirë nuk ka nevojë edhe të komentohet si vjen bullizmi, çka vjen bullizmi, se secili personalitet në ditët e sodit është i ngacmuar nga diçka, qoftë i vogël apo i madh. Natyra e bën atë që të ngacmohen. Se si trajton organizmi i njeriu, ajo është tjetër problematik. Po nuk janë të gjithë të bullizuara, mirë po tash i kanë futur, i kanë kanalizuar me këtë nocion, apo me nocionin e konflikteve, apo kemi edhe një temë tjetër, mësimin direktnik e kështu me radhë, ka programe të cilët ka të mira, mirë po kanë edhe defektet apo problematikat e veta. Sa i përket pyetjes çka e patat, atë i do me thënë kena në program dhe i trajtojmë ato raste, edhe për bullizmin edhe për konfliktet ndërmoshatare, apo ndërmjet gjeneratave, po punohet. Po. Për ta të themi që ky fenomen të largohet, të fakt se ti çdo herë ke punë me nxënës, edhe tash varësisht bullizmi do të jetë, mund të themi edhe për një veshje, mund të jetë për diçka tjetër, për një grupacion, për mos pranimin e një nxënësit në atë grup. Kemi raste të ndryshme, nuk i kemi vetëm këtu, kemi raste të bullizmi edhe në për jetës sociale që tani më... Rrjetet sociale janë në pikë të parë, tash po bullizojnë nëpërmjet atyre, të cilët ka organe kompetente, bashkërisht me prindë, me shkollën, duhet të trajtohen. Mirë po secila shkollë tani ka, duke pas parasysh teknologjinë, tash teknologjia i ka edhe aton defektet e veta. Pasi që ju jeni udhëheqës kryesor, të themi, jeni drejtori i shkollës së mesme Saraj, si do ta përshkruani shkollën e mesme Saraj, cilat të themi do t'ishin vlera që e përfaqësojnë më së miri këtë shkollë? Me qenë se ne kena bërë 10 vjeçarin e parë, kena një stabilitet dhe kena besim. Ata nuk e them unë, po e thonë nxënësit që vinë dhe prindërit të cilët i sjellin fëmijët e tyre në shkollën tonë. Siguri, stabilitet, perspektiv, inovacion dhe gjithë stafi i ri me një energji të re dhe të sjellim shumë rezultate të mira dhe vetë ato rezultatet nxënësit të tonë përpos në shtetin tonë aton
tash me punën e tyre veprojnë edhe në shtetet e tjera, duke pas parasysh që kanë qenë nxënës të shkollës tonë. Dhe në fund, cili do të ishte mesazhi juaj për nxënësit dhe prindërit që këto ditë po marrin një nga vendimet të themi më të rëndësishëm të jetës së tyre ku regjistrohen në shkollat e mesme? Se duhet ta zgjedhin të themi konkretisht shkollën e mesme Saraj. Secila shkollë ka atë motën e vet, misionin dhe vizionin. Unë do të them 2-3 fjalë për këtë. Le të vinë, mandej punën, le ta shohin vetë. Kaq do të ishte dhe nuk keni Nuk kam, jo, asesi, më mirë praktika tregon realitetin se sa fjalët. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë në ritmi i ditës për gjitha këto informacione që i dhat pikërisht për shkollën e mesme Saraj, që gjendet pikërisht edhe në komunën e Sarajt, ashtu si që ka emrin edhe shkolla e mesme dhe pikërisht gjendet në këtë komunë. Ju faleminderit. Faleminderit, çdo herë keni qenë të gatshëm që ta na promovoni edhe shkollën tonë, por edhe shkolla tjera në nivel të Shkupit, për arsye se kur flasim për shkollën tonë edhe për shkolla tjera, çdo herë jemi mirënjohës dhe ju falenderoj shumë. Ju faleminderit edhe një herë. Shëndet. Shikues të nderuar, shkojmë një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionit. Qëndroni me ne.